Një koncert i veçantë zhvilluar në qytetin e Lezhës, ku instrumentistët e veglave frymor të shkollës Beslizja dhe studentët e Universitetit të Arteve kanë interpretuar pjesë të njohura të muzikës klasike, duke fituar vëmendjen dhe duartrokitjen e publikut lezhian. Performanca ishte rezultati një bashkëpunimi të suksesshëm që solli në skenë harmoninë mes pasionit të rinjve dhe profesionalizmin artistik përmes tingujve të veglave frymore. Atmosfera që u krijua në sallë ishte një dëshmi e talentit dhe punës së palodhur të këtyre muzikantëve të rinj. Për nxënësit e shkollës Beslidhja, kjo ishte një eksperiencë unike dhe emocionuese, ndërsa për shumë prej tyre ngjitja në skenë për herë të parë ishte një hap domethënës në rrugën drejt artit. Sot u argëtuam, punuam shumë gjatë ditëve që patëm kohë për të studiuar dhe ishte shumë bukur për të luajtur. Ishte emocion pak, por ishte shumë bukur. Tek kënaqësia më e madhe që të bashkëpunoni me Akademinë e Arteve, mendoj që Lezhës i duhej një lloj promovimi i tillë dhe shpresoj që të bëhen sa më shumë tjerë. Pas përfundimit të koncertit, mësuesja e flautit Angela Kapja Hamat dhe pedagogja Rozana Kuka vlerësuan për kushtimin e nxënësve dhe studentëve. Mendoj se është një bashkëpunim shumë i vlefshëm. Nuk mund të themi që kishte një diferencë që mund të binte shumë në sy, kishte një shtrirje dhe një gërshetim shumë të bukur. Shumë e lumtur që kolegja ime Angela ka bërë një punë shumë të mirë me këta fëmijë. Dhe kryesorja është që ato janë afruar artit. Janë afruar instrumenteve që preken me dorë, jo muzikës e cila bëhet me kompjuter dhe me tastier. Ky koncert jo vetëm që solli njërisi në skenën kulturore të qytetit, por edhe afirmoi fuqinë e edukimit artistik për të nxitur brezin e ri drejt skenave të mëdha.